A ke pasur ndonjëherë ndjesinë se një numër të ngjitet pas teje? E sheh kudo, në orë, në targa, në bileta, në fatura, madje edhe në ditë të rëndësishme të jetës. Dhe sa herë shfaqet, diçka të brendshme të thotë, kjo s'është rastësi. Sot do flasim për një ide misterioze, por edhe shumë psikologjike, numri yt sekret. Një shifër që mund të vijë nga datëlindja, nga zakonet e tua, nga frika apo nga mënyra si truri yt kërkon kuptim. Pyetja është, a e zgjedh numrin ti? Apo të zgjedh ai ty? Qëndroni me ne dhe në fund të kësaj video do u japim disa mënyra shumë të thjeshta si të llogarisni dhe zbuloni numrin tuaj sekret të fatit. Numri që lind me ty, kodi i datëlindjes. Nëse do ekzistonte një shenja që të shoqëron që në sekondën e parë të jetës, ajo do ishte data jote e lindjes. Jo sepse universi ka patjetër një plan të shkruar me numra, por sepse truri i njeriut është i fiksuar pas modeleve, dhe data e lindjes është modeli yt i parë, një kombinim shifrash që e mban mend gjithë familja, që e shkrua në dokumente, që e thua në intervista, që të përsëritet gjatë jetës. Ajo bëhet një vull, një kod që e mbart në çdo sistem, shkollë, bank, pasaport, rrjete sociale. Në numerologji, njerëzit e shndërrojnë datën e lindjes në një numër bazë duke mbledhur shifrat derisa të mbetet një shifër e vetme. Por edhe nëse nuk beson në numerologji, ka diçka interesante. Sa më shumë e përsërit një informacion, aq më shumë ai fiton peshë emocionale. Prandaj shumë njerëz ndihen sikur numri i tyre i përket atyre, si një emblem e fshehtë. Dhe këtu lind pyetja e parë: a është ky numër realisht një sekret, apo thjesht drita që ndez vëmendjen tënde? Sepse kur truri yt ka një shifër të preferuar, ai fillon ta kërkojë pa vetëdije në botë. Pastaj kur e gjen, të jep një ndjesi të çuditshme, sikur universi po të flet. Ky është fillimi i misterit. Një numër i vogël mund të bëhet shenjë, dhe shenja mund të kthehet në paralajmërim, edhe kur është thjesht rastësi. Por a është gjithmonë rastësi? Truri që zgjedh numra pa e ditur, pse përsërisim shifra. Ke vënë re që njerëzit shpesh zgjedhin të njëjtat numra në gjëra krejt të ndryshme? Pini i kartës, fjalkalimi, numri i shtëpisë, numri i telefonit që të pëlqen. Edhe kur zgjedh një vend në autobus ose një rresh në kinema. Shumë herë, ne mendojmë se po zgjedhim rastësisht, por truri nuk funksionon kështu. Truri është një makinë që kërkon siguri, dhe numrat për trurin janë stabilitet, janë të parashikueshëm, të saktë, pa emocione. Kur jeta është kaotike, ne kapemi pas shifrave si pas një spirance. Një arsye pse përsërisim numra është kujtesa emocionale. Nëse një numër lidhet me diçka të mirë, një ditë fitoreje, një datë dashurie, një sukses, truri e shënon atë numër si të sigurt. Herën tjetër kur duhet të marrësh një vendim të vogël, truri të shtyn drejt tij, sepse do të rikrijoj atë ndjesi sigurie. Por ekziston edhe e kundërta. Nëse një numër lidhet me humbje, frikë, turp apo një ngjarje të errët, truri fillon ta shmang. Dhe sa më shumë e shmang, aq më i rënd bëhet numri në mendje. Këtu del një fenomen interesant, iluzioni i kontrollit. Kur zgjedh një numër të njohur, ndihesh sikur ke kontroll. Edhe në lojra fati, njerëzit luajnë numra të vetët, sepse u duket se po vendosin rregull në diçka të paparashikueshme. Dhe kur ndodh një rastësi, për shembull sheh prapë të njëjtin numër në orë, truri e interpreton si shenjë. Po, jam në rrugën e duhur. Kjo e bën numrin të kthehet në ritual. Dhe rituali, në heshtje, e ndërton idenë e numrit sekret. Jo se universi e shkroi, por sepse truri yt e nguli në mur. Numrat e ndaluar, pse disa shifra na trembin. Ka numra që në shumë kultura kanë reputacion të errët. Disa prej tyre janë të njohur globalisht, disa janë lokale. Madje disa i gjen vetëm në familje. Mos e thu këtë numër, mos e shkruaj, mos e përmend natën. Çfarë është kjo? Një pjesë është tradit, por një pjesë është psikologji e pastër. Kur diçka etiketohet si e rrezikshme, truri e mban mend më fort. Kjo quhet ngjitje emocionale. Frika e bën kujtesën më të fuqishme. Numri 13, për shembull, është famëkeq në perëndim. 4 është i frikshëm në disa kultura aziatike për shkak të tingullit që lidhet me fjalën vdekje. 666 është bërë simbol në kulturën pop, por ajo që është vërtet interesante është se si një numër i thjesht, pa trup e pa zë, mund të krijojë tension në zemrën e njeriu. Imagjino, ti je i rritur, racional, dhe prap, kur sheh një numër të keq, diçka të shtrëngon brenda. Ky është mekanizmi. Truri nuk i ndan mirë faktet nga simbolika, sidomos kur simbolika përsëritet. Nëse ke dëgjuar qysh fëmijë që një numër sjell ters,
Atëherë ku ndodh një gjë e keqe pranë atij numri, mendja e lidh me një herë, e dia. Kjo e forcon mitin. Pastaj miti bëhet realitet emocional. Ti fillon të ndryshosh sjellje, të shmangësh rrugë, të shtysh vendime, të mos marrësh një apartament me atë numër. Dhe kur shmangia të shpëton nga një telash i rastësishëm, bindja bëhet edhe më e fortë. Kështu numrat e ndaluar nuk kanë fuqi magjike vetë. Fuqia vjen nga ne, nga frika jon, nga historia jon, nga ajo që familja na ka mësuar pa e kuptuar. Dhe këtu misteri bëhet më i errët. Donjëherë numri yt sekret nuk është ai që të pëlqen, por ai që të tremb më shumë. Numri sekret dhe karakteri. Çfarë thot për ty? Le të bëjmë një lojë të rrezikshme. Jo të themi se numrat janë fati shkruar, por të shohim si njerëzit i përdorin numrat për të përshkruar veten, sepse shpesh numri sekret është një pasqyrë. Tregon çfarë kërkon ti. Disa njerëz lidhen me numra që simbolizojnë fillim, 1, 10, 11. Këta njerëz shpesh duan të ndihen të veçantë, të parët, të dalluar. Jo domosdoshmërisht nga egoja, por nga nevoja për drejtim. Nëse jam i pari, e di ku jam. Të tjerë lidhen me numrat e ekuilibrit, 2, 6, 8. Këta kërkojnë harmoni, strukturë, stabilitet. Numri për ta është si rregull i brendshëm. Ndërsa disa njerëz lidhen me numra kaotik ose të pazakont, 3, 7, 9, 13. Këta janë shpesh kureshtar, tërhiqen nga misteri, dhe u pëlqen ideja se jeta ka shtresa të fshehta. Por pse ndodh kjo? Sepse ne kërkojmë një identitet të thjeshtë në një botë të komplikuar. Është më lehtë të thuash, unë jam tipi i numrit 7, sesa të shpjegosh një jetë të tërë përvojash. Në këtë mënyrë, numri bëhet një shenjë identiteti, si një simbol sekret që të jep ndjesinë se e kupton veten më mirë. Dhe pastaj vjen pjesa e errët. Numri sekret mund të bëhet edhe burg. Nëse ti fillon të besosh se je i destinuar nga ai numër, mund të justifikosh zgjedhje të gabuara, mund të heqësh dorë lehtë, ose mund të presësh shenja në vend që të veprosh. Kështu numri nga pasqyrë bëhet pranga. Prandaj pyetja nuk është cili numër je, pyetja është pse ke nevojë për atë numër, çfarë po të mungon që e kërkon të shifrat, dhe ndoshta pikërisht aty fshihet sekreti i vërtetë. Numra që shfaqen para ngjarjeve, paralajmërim apo iluzion? Shumë njerëz tregojnë histori të frikshme, para se të ndodhte ajo gjë, pash vazhdimisht të njëjtin numër. Mund të jetë një aksident, një ndarje, një lajm i keq, një humbje. Dhe kur e thon, zëri u ndryshon, sepse nuk e tregojnë si shaka, e tregojnë si diçka që i ka ndjekur si një hije numerike. Si shpjegohet kjo? Ka dy rrugë, misteriozja dhe psikologjikja. Rruga misterioze thot, ka shenja. Rruga psikologjike thot, truri yt është i aftë të kërkoj modele edhe aty ku nuk ka. Kjo quhet apofeni. Prirja për të parë lidhje domethënëse në ngjarje të rastësishme. Kur je i stresuar ose i pasigurt, apofenia rritet. Truri bëhet më vigjilent, kërkon sinjale rreziku. Dhe numrat janë sinjale perfekte, sepse janë të qarta, të lehta për t'u dalluar. Por ja pjesa që të bën të mendosh, edhe nëse është iluzion, ndjenja është reale. Ti vërtet e ke parë atë numër. Ti vërtet e ke ndier diçka. Dhe ndonjëherë, ndjesia të bën të veprosh ndryshe, të shtysh një udhëtim, të mos hipësh në makinë, të mos i besosh dikujt. Pastaj, nëse më vonë del që ke shmangur një problem, numri kthehet në shpëtimtar, dhe miti forcohet edhe më shumë. Kështu, numrat para ngjarjeve të mëdha janë si një dritë e kuqe në mendje. Nuk do të thotë domosdoshmërisht se universi po të paralajmëron, por mund të thotë se pavetdia jote ka vënë re diçka që ti se ke pranuar me vetëdije. Ndoshta ke parë shenja në sjelljen e një personi. Ndoshta ke dëgjuar një krisje të vogël në jetë. Dhe numri thjesht u bë forma që truri zgjodhi për të thënë: kujdes. A mund ta ndryshosh numrin tënd sekret? Nëse numri yt sekret është diçka që të ndjek, atëherë pyetja më e rëndësishme është: a je i dënuar prej tij? Apo mund ta ndryshosh? Përgjigjja më e thellë është kjo: numri sekret nuk është ligj, është marrëdhënie. Dhe marrëdhëniet mund të ndryshojnë. Nëse numri yt sekret e jep forcë, përdore si ritual pozitiv, por jo si magji, si kujtesë. Një numër mund të të kujtojë disiplinën, një objektiv, një premtim ndaj vetes. Për shembull, në vend që ta shohësh një numër si shenjë fati, mund ta shohësh si alarm. Kur shfaqet, ti merr frymë thellë dhe pyet veten: çfarë po bëj me jetën time tani? Kështu numri kthehet në mjet vetëdijeje. Nëse numri sekret të tremb, atëherë prova është më e vështirë. Duhet ta çarmatosësh.
sepse frika rritet nga shmangia. Sa më shumë e shmang, aq më i madh bëhet. Një mënyrë e thjeshtë është ekspozimi i kontrolluar. Ta shkruash numrin, ta thuash, ta shohësh, pa i dhënë fuqi. Jo për të provuar se s'ka magji, por për të provuar se ti je më i fortë se simboli. Dhe më në fund, ekziston një ide e fundit që është edhe filozofike. Ndoshta numri yt sekret nuk është ai që shfaqet më shpesh, por ai që të bën të ndalesh, ai që të bën të mendosh, ai që të detyron të përballesh me veten. Në këtë kuptim, numri është si një pasqyrë që universi nuk ta mban, por ti ja mban vetes. Pra po, numri mund të ndryshohet, jo duke ndryshuar shifrën, por duke ndryshuar kuptimin që i jep. Dhe kur kuptimi ndryshon, sekreti nuk është më numri, sekreti je ti. Si ta llogarisësh numrin tënd sekret, metoda që mund ta provosh tani. Tani që kemi folur për idenë e numrit sekret, lind pyetja më e natyrshme. A ka një mënyrë për ta zbuluar? Përgjigjja është po, jo si shkencë e ftohtë, por si një metodë simbolike që është përdorur prej shekujsh, nga numerologjia e vjetër deri te praktikat moderne të vetreflektimit. Dhe bukuria është se mund ta bësh vetë, tani. Metoda e parë dhe më e përdorura quhet numri i jetës. Merr datëlindjen tënde dhe mblidh të gjitha shifrat. Nëse del një numër me 2 shifra, vazhdo t'i mbledhësh derisa të mbetet një shifër e vetme. Për shembull, nëse ke lindur më 14/06/1998, mblidhen të gjitha shifrat dhe rezultati reduktohet derisa të dalë një numër bazë. Disa njerëz ndalen te numra si 11 ose 22, sepse konsiderohen numra të veçantë. Ky numër thuhet se përfaqëson rrugën tënde në jetë, mënyrën si përballesh me sfidat. Metoda e dytë është më e thjeshtë. Numri i ditës së lindjes. Merr vetëm ditën kur ke lindur dhe reduktoje. Ky numër lidhet më shumë me karakterin, reagimet e tua spontane dhe mënyrën si vepron nën presion. Ekziston edhe një metodë e tretë, më intuitive. Numri që përsëritet më shpesh në jetën tënde. Ai që e sheh vazhdimisht në orë, fatura, bileta, data apo situata të rëndësishme. Ky nuk llogaritet, ky zbulohet dhe shpesh është më i forti, sepse lidhet me emocion. Tani ndalu për një moment. Llogariti këta numra. Krahasoji. Numri yt sekret është ai që të bën të ndjesh diçka. Shkruaje në komente dhe shiko sa njerëz të tjerë ndajnë të njëjtin numër, sepse ndonjëherë misteri fillon pikërisht aty ku numrat përputhen. Tani dua të bësh një gjë të thjeshtë. Mendo për numrin që të del më shpesh në jetë. Mund të jetë datëlindja, një shifër që e sheh në orë, ose një numër që të shkakton një ndjesi të çuditshme. Pyetja nuk është vetëm pse shfaqet, por çfarë po më tregon për mua, sepse numrat mund të jenë rastësi, por mënyra si i lexojmë tregon shpirtin ton. Shkruaje në komente cili është numri yt sekret dhe pse, dhe nëse do një pjesë të dytë me numrat më të frikshëm dhe historitë më të errta. Mos nguro të abonohesh te kanali Ynë Fakte Morbid, sepse ky është vetëm fillimi.